Pas ngjarjes tragjike ku 15 vjeçari Erion Boba humbi jetën pas plagosjes me thik babai i tij Adem Boba ka folur për mediat duke dhënë detaje mbi rrethanat e incidentit. Sipas tij, djali nuk kishte asnjë konflikt personal dhe nuk kishte lidhje me ngjarjen që përfundoi me vdekjen e tij. Ai shpjegoi se i biri vetëm i shoqëroi shokët e tij, të cilët i kishin kërkuar për t'i dërguar te disa persona të tjerë për të sqaruar një mosmarrveshje. Unë do të rregoj sa di, aq sa kam gjuhë, çuni ka qenë të shku për punë, i kanë dalë dhe shokët vet, i kanë thonë se hajde na çop pak, se kemi një muhabet po sqaroj me do çuna të tjerë, edhe aty ka nis konflikti. Në drejt diku me shpirtin tim apo ta bosin një marrëveshje më shpirtërore që nëse do të shfutohet çunin do ta fal çfarë dhonat. Tani ndryshojnë gjonat sepse nuk e di se në vetë nuk kemi sigurt se çfarë do ndodhë. Babai i 15 vjeçarit kërkon drejtësi dhe thotë se një grua e moshuar ka qenë dëshmitare në ngjarjen, ndaj bën thirrje që ajo të pyetet nga hetuesit. Ma shumë se drejtësi çfarë do kërkoj? Vetëm drejtësi. Ke drejtësi sepse ai aty mendohet, ose nuk e kam akoma informacionin e plot, sepse unë s'kam pas kohë të merrem me grumbullu informacion. Por këtë punë kam qenë të marrë me çunin nëpër spital, po me sa kam gjuhë, aty ka ndodhur një grua dëshmitare kolaj, moshe e thyme, që mund të dije më shumë. Adem Boba thot se paradite djali i tij shkonte në shkollë, ndërsa pas dite punonte për të ndihmuar financiarisht familjen. Nuk e ka gjetë gjanë çunin për punë, sa ka gjetë prej thikës. Se ndoshta mund të praktikoje në një sepse ke çu fëmin, ndoshta nuk e kanë ndërprer shkollën. Shkollë ka shku, mas dite ka punuar me kodër të këtu. Edhe nëse do të më bëj pushim pronari si thoshte gjën, kur do të merrej vesh me pronarin ai ditë shiu në gjën që kishte pushim. Ngjarja e rëndë ndodhi në 25 nëntor pas shkollës kur dy grupe adoleshentësh u përballën me njëri tjetrin për t'u sqaruar për një sharje. Erion u godit disa herë me thik nga një 14 vjeçar. Ai mori plagë në zemër e stomak. Mjekët u përpoqën ta mbajnë në jetë. Të shtunën e kaluar tentuan ta nxjerrin nga intubimi, por i mituri shfaqi komplikacione dhe u dërguan në reanimacionin qendror të QSU-s në Tiranë. Familjarët u përpoqën ta çonin dhe jashtë vendit, por plagët rezultuan fatale dhe Erioni nuk arriti të mbijetonte, duke ndruar jetë pas 9 ditësh në spital. Pas ekspertizës mjekoligjore, trupi i 15 vjeçarit do të përcillet për në banesën e fundit të shtunën në orën 1 në Bulqiz. Vendlindjen e tij, prej nga familja, u largua disa vite më parë me shpresën për një jetë më të mirë dhe arsim më cilësor për fëmijët e tyre.